Koncerti ka marrë me pak fjalë. Ktu shitet hyrje. Hyrje se keni gjuti kompleksin më të ri që të bëhet në Tiranë? Si ka emrin? Keni West Tirana. Është hyrje perëndimore këtij. Ore mfal. 35 katë ndërtim. Super lux. Mas stadiumit. Këture më stadiumër ti. Si stadiumër, bor? Ore tash para se të bëte koncerti. Ai ishte me ferra këtu ti visa se ti e uzton shpesh Durrësin me sa ka marrë vesh. E ke parë që ka qenë me ferra kot pa lidhje. Edhe me ujëra të zeza me gjana. Isha rrun ferra to? U bë stadiumi. U punsuan 3500 veta që mund të fitum diku tek 100 milionë euro si shtet. Edhe me që ishin puna ata 3500 veta të hapin në gropat. Po, do të shmontohet stadiumi, do hapet gropat, do fillojnë të hudhen 35 katë lart dhe 7 nën tokë. Ama mos ja fut kot, pa i ka se s'lan vep apo pallat. Edhe çfarë oferte, çfarë ishte kjo? Kjo tash keni West Tirana në katin e 26, po jo kat 26 keni një hyrje okazion garsoniere 1+1+2. 1+1+2 garsoniere. Ore kjo i bi 1+1 shtëpi. Jo, ti është garsoniere 1+1 se ka 1+1+2 ka një banjo, një dhomë gjumi, normalisht veni që do rish, do jetosh edhe 2 dritare. 2 dritare. Po dritare me dy alumin. Që nga ato të mira. Po dyer ka, po. Ka, është dera që hyn në shtëpi dhe dera e banjës. Po bëhet 2+2+2, si bie. Po jo, se nuk llogaritë viso, mos më ndërhyj. Mos e ka trotja po. Atë ndërhyj unë ke puna jote ty. Po mira, llogaritë dritaret, llogaritë dyer të burr. Pa shu po s'mbytet mua të që bën këtë ligjin që se si quhen të shtëpi. Tash kshu është ti. Ore mirë, po tash na sqaroj çik për këtë hyrjen. Atëre, hyrja është 36 metër katror bruto. Sa re? 36 metër katror. 36. Mos e shif kshu. Sa i golf kaç? Po pra. Po 36 është kshu. Po sa shkon neto kjo, mos sa shkon neto. Po hapësira e përbashkëta është 18 metër katror. Ama mos ja fut kot. Ne ke 8 metë të plota, jo 8 metë kështu kot. Që mund të 7 metë. Ishtri do të kamët po të shtrish deri puna po. Ore, po ishtri sa ke organe. Ishtri do të kamët po të shtrish deri puna po. Po çfarë tallësh për çfarë do njëri atë gjalla, për çfarë dreqin e do të në metër katror. Ato zgjidhjen direkte në sekond. Aty nuk futesh dot të burr, si? Futesh. Si futesh çik trunin në punë. Po ta nezish trunin, ta menosh. Këtu më ta bësh shumë mirë investon për Airbnb me aziatik, klient aziatik, kinez, japonez. Pse? Po se janë të vegjël, do të bësh mund të hyjnë 10 veta, 15 veta. Mos ja fut kot. I bënë ndarje me gips e po zoma. Ke vesh? I bën me krevate marinare, po me 4-5 kate. 18 metra gazoniere, a? Po vetëm për aziatik. Aty s'ka faje se ashtu janë mësuar ata. Ore, po të vinë një kështu nga këto. Në një nordik, gjona nga këto të po ato jo, orti me ardhi çift nordik se kam pasi rast më përpara, se puna kset me një pallat tjetër. Deshin me ardhi me Airbnb burrë e grua ato nga Suedia. Ajo 18 metra që lloj koincidencë puna kset. Ne 18 veta bëjnë vetëm burri me gruan. Ato kishin dhe kalamonin i bie me elon ka hapësirat e përbashkëta. Në fakt mirë se koridori ose në shesër. Po, fik sa për 18 veta janë ato, më thon vetëm. Ore, është super hyrje orti. Po super hyrje. Po mirë Allah, shikoj, ne jemi me fëmijë me gjëra, s'ka në hyrje tjetër Allah, në gjë më të madhe të paktë në burrë. Shite tani aviso. Janë shitën më. Si u shit? Janë shit para se të shitshin biletat bilet. Ishin alas kishin marrë biletat, alas ishin marrë 4 milionë euro, ky u shit. Si u shitën? Gjithë s'ka si hyrje? Me garazhte të 7 katet në tokë janë shit. Dyqanet e katit parë dhe katit dytë janë shit gjitha. Zyret e katit 3 deri në kat 10 janë shit që gjitha. Ora kush i bleu? Po pra tamam. Kush i bleu të hujit? Ka filluar blen shumë. Ata erdhën për koncertin. Po normal erdhën pa biletet, thanë vore që veti mirë, tu çfarë do bëhet tu i thanë ato. Do varoj koncertin, do bëjmë pallat. Ata blen shtëpi. Po. Po ta keni kujtim aty ka pa koncertin e Kanye West, mirë po e keni okazionin di se është vetëm 4999 euro centimetri katror artisi. Si centimetri më? Po është tok VIP ashtu aty ka ardhur Kanye Westi. Ajo hyrja që po ju reklamoj ju me projekcion vertikale, diku i bie hyrja. Fiks aty ku ka thonë ai, "Hey Tirana." Aty është fiks po vetëm që është 46. Edhe është mos për fol për mobilimin më sni. Ka mobilim bukur, a? Ngel pasy. Çfarë? Është ngel pa fjalë, është me parket, me priza treshe i ka kompletuar me gjithë gjithë. Ka priza treshe? Me portallamba i ketë mira, me drita me ndriçim. Po Saraqineska ka? Po uf, ka bicop.
Po, edhe ke bideja, edhe ke levamani durve. Pse po quhet Saracino? Banja, vetëm banja ka i gjë që është pa dritare, po është me aspirator. Kur nes dritën, fiket aspiratori, domethënë. Fiket sa nes dritën, gjë kjo. Si kur nes dritën fiket, ma? Po të hyshti me kry nevojat personale, ajo të bezdi se e zhurma. Maro pun fiket ajo, deli është fik dritën 20 ajo në shtëpi. Home, smart home. Ore, po si do e bëjmë me dritë fike, na fal për shprehjen. Jo, me dritë nezur pa aspirator nezur. Moj ti, ai fiket sa nes dritën. Që të ndihesh çka ke ngrën. Po ta marrësh vesh se mund të kesh një infeksion në një gjë. Na shpifët apo. Ije, nëse. Ore, këtu kishe thënë ai Tirana ai, ë? Tirana, a ka në shtëpi aty ku ka bënë gjë tjetër ai apo jo? Çka ka, më fal? Në shtëpi ku ka bënë gjë tjetër. Jo, për momentin vetëm kjo është. Le të thësh se do vi ka dhe tjetër, tash ky Jay-Z më duket do vi nga shtatori, më duket. Po këto ku do e bëjnë këto? Pa i do vi në qendër. Aty mas ne. Aty ku se disa vete milimetri katror, Jo milimetri, po nanometri. Çe milimetri të kë. Ku jeti këtu? Liru. Se do e bëjnë në pallat mund qendër, ë? Po gjithaj vend bosh aty. Parkimun. Aty do ke fikse që autobusin e Saukut direkt e ka tynit. O edhe parkimun e ka poshtë atë qendra e ka gati. Po normal. Futi do ketë 15 katë në tokë ai. Po, do jetë minus 15 katë, një me 15 katë. Ku çel billoj vizioni gjë. Nëse ai Ja, na i karrige po që ta marrim se pa vetëm atë mund blem se karrige po gateci. As portallamën si blen dot se po nëse. Portallam. Hajde, faleminderit. Hajde, shiç inshallah. Ta